Partia Socialiste vijoi me fushatën elektorale në qarkun e Durrësit. Në morimin mbrapsht ka nisur e tashmë takimet janë në fazën përmbyllëse e për këtë qark, mitingu u zhvillua në Fushë Krujë, aty ku siç u shpreh drejtuesja socialiste Emiliana Sako, një herë është kryebashkiake e Durrësit, pasojat e tërmetit të vitit 2019 ishin më të mëdha. Ne kemi kthyer atë në arritje dhe në fitore të jashtëzakonshme, ku kemi bërë të mundur të strehohen familje dhe të ndërtohen lagje të reja në Bubsh, në Thuman, në Krujë e Fushë Krujë. 17 shkolla të reja janë ndërtuar nga e para e 25 terrene sportive që nuk janë imagjinuar kurrë më herët. Kryes socialisti Edi Rama në fjalën para mbështetësve ndërsa kërkoi votat për numrin 5, renditi para mbështetësve të forcës që drejton objektivat e realizuar në 4 vite, duke nisur nga rindërtimi dhe shpërndarja e banesave të ndërtuara nga tërmeti. Kemi përmbyllur të gjithë detyrimet tona me shpërndarjen e 350 apartamenteve të fundit që kanë mbetur vetëm për shkak se respektuam periudhë zgjedhore lart në Krujë. Këto apartamente do të shpërndahen menjëherë pas zgjedhjeve. Përveç se projektit të rindërtimit, shefi Selis Roz foli edhe për rrugën lidhëse Tiranë-Krujë. Tani më rruga e drejt për drejt është pjesë e programit ton. Edhe rrugën lidhëse mes Fushë Krujës dhe Krujës do të duhet ta riveshim brenda një kohe të arsyeshme. Më herët nëpërmjet një mesazhi në platformën sociale Facebook, kryeministri Edi Rama ndau sërish mesazhin për të gjithë bashkëdhetarët, të cilët po hasin vështirësi në dërgimin e zarfeve me fletën e votimit. Ka akoma kohë dhe mos prisni më që të vinë t'ja u marrin, por ktheheni mbrapsht në pikën përkatëse postare të DL-s.